General Ozkan Ulutash, the commander of KFOR, welcome to the program and welcome to Klan Kosova as well. I ka ditët e numëruara si udhëheqës i KFOR-it në Kosovë, por edhe kur komandanti Ozkan Ulutash ta përfundoi misionin e dytë në vendin tonë, pas vetes do t'i lejë trupat që aktualisht janë nën komandën e tij. Pavarësisht se tani në plan është optimizimi i numrit të tyre, Ulutash në infomagazin të Klan Kosovës tha se po e kërkoi situata, trupat e reduktuar mund të kthehen përsëri në territorin e Republikës. Të gjitha ndryshimet rreth numrit të KFOR-it do të jenë të kalibruara dhe graduale e do të bazohen në kushtet në terren dhe do të jenë të kthyeshme nëse kërkohet ose lidhet me çfarëdo zhvillimi të rëndësishëm të sigurisë që mund të ndikojë në sigurinë lokale dhe stabilitetin rajonal. Kur foli për sigurinë në Kosovë, komandanti i KFOR-it potencoi se ende disa çështje mund të ndikojnë në të. Retorika nxitëse her pas here dhe përhapja vazhdueshme e dezinformimit mbeten ndër shqetësimet kryesore apo shkaktarët e sigurisë për mjedisin e sigurisë, ku KFOR-i do të vazhdojë të kryejë atë për çfarë është i mandatuar dhe këtë do ta bëjë plotësisht. Rruga drejt sigurisë së qëndrueshme është politike, jo ushtarake. Diçka për të thënë pati edhe për antarësimin e Kosovës në NATO. Antarësimi në NATO kërkon konsensus të të gjitha 32 shteteve aleate. Çdo vendim që lidhet me zhvillimin e raporteve ndërmjet NATO-s dhe institucioneve të Kosovës i takon Këshillit të Atlantikut i Veriut, i cili është organi vendimmarrës i NATO-s. Unë dhe personeli nën komandën time mbetemi të fokusuar në misionin tonë. Kësaj, Ozkan Ulutash foli edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që sipas tij janë kontribuesi kyç në KFOR dhe se do të mbeten plotësisht të përkushtuar të vazhdojnë atë për të ofruar siguri dhe stabilitet të qëndrueshëm në Kosovë. Generali Turk nuk harroi ta përmend edhe bashkëpunimin e mirë që kanë me policinë e forcën e sigurisë së Kosovës.